Shtarin, i ndërruar në kryetari i Parlamentit, Zotrin Nikol Samaj, të ndërruar admirues të artit pamor. Mirëmbrëma dhe mirëseardhët në ekspozitën kolektive të artit bashkëkohor të tre artisteve nga Tirana e titulluar Territore të munguara, ekspozit e cila përbëhet me disa pikture, vizatime dhe fotografi të instaluara. Këtë hyrje dua të filloj me një thënie të shkrimtarit francez Victor Hugo, i cili thotë: "Arti shfaq atë që nuk mund të thuhet dhe për të cilën është e pamundur të heshtësh." Puna e piktorëve shqiptar shpesh flet më shumë se sa fjalët. Dhe në shembull i gjallë të saj janë artistët e mirënjohur Alketa Alikaj, Ardian Sufi dhe Ardian Kapo. Kontributi i tyre nuk kufizohet vetëm në krijimtarinë artistike, por shtrihet thellë edhe në edukimin e brezanëve të rinj. Të tre janë pedagogë të përkushtuar në Universitetin e Arteve të Bukura në Tiranë, ku prej vitesh ndihmuajnë në formimin e artistëve të së nesërmes. Qasja profesionale dhe pasioni i tyre për artin ka dhënë ngjyrë të pashtyeshme në kulturën shqiptare, duke pasuruar ato me ide moderne, vizione të freskëta dhe një frymë të thellë reflektimi estetik. Me jo më gati njësja këtë ekspozit me thënien e Hugës, përka që ekspozita Territore të munguara eksploron hapësira të papërcaktuara ku vendi, koha dhe qenia njerëzore shpëndoset përtej formave të zakonshme të perceptimit. Të nderuar të pranishëm, tani dua të jap fjalën zotit Ardian Sufi, profesor dhe ish dekan në Universitetin e Arteve në Tiranë, i cili do të na flasë më shumë në lidhje me ekspozitën. Zoti Sufi, kemi ndjenjën që sonde të kemi këtu dhe fjala është për ju. Shumë kënaqësi Bora që jemi sot të Qendra Kulturore Vallësia. Në fakt, ky është vendi Skënderbeu tashmë, sepse pak më parë së bashku me ju ne kemi qenë pjesë e provurimit të monumentit të Skënderbeut, të Ardian Pepës dhe të Dilberit së bashku, por doja të thoja që bashkëpunimi jonë është shumë i gjatë në kohë, i shtrirë në kohë, me ekspozita, me takime intelektuale, kulturore dhe ky është thuaç vazhdimësia dhe hapja radhës që ne së bashku do përpiqemi të krijojmë një dialog, ato të territoreve të munguara. Thonë në një formë metaforike është elementi ku arti dhe kultura është pura më e mirë e bashkëpunimit, është dialogu më i mirë ndërmjet nesh, si shqiptar, si bashkombas, si bashkëpunëtar, por dhe si pjesë e një kulture të cilën duhet të rezonojë jo vetëm në hapësirat tona, por në gjithë botën kulturore. Dhe doja thoja që ky bashkëpunim erdhi si një ftesë juaja, ashtu siç ju po vazhdoni me shumë aktivitete që lidhen me artin në tërësi, po edhe me atë pjesë të identitetit shqiptar, të ftuar nëpërmjet edhe Ardian Kapos, Alketa Alikajt dhe mua, ne e pam këtë si një mundësi të mirë, jo vetëm thjesht përcjell disa nga veprat tona, të cilat janë të shtrira në kohë në krijimtarinë tonë, por gjithashtu për të parë mundësinë e një komunikimi domethënë të ri. Fokusi jonë është arti bashkëkohor, është një fokus ku Ardian Kapo nëpërmjet vizatimeve dhe teknikave mikse, por edhe shumë të instalacioneve, sjell disa elemente të historive të cilat nuk kanë një fillim apo një fund, po janë histori ndërmjet reales dhe irreales dhe i lën publikut shumë për të futur në ngjarje, për të futur në histori sa mitologjike, po edhe historinë tonë, gjithashtu Alketa nëpërmjet elementit të luljes na sjell një lloj brishtësie dhe një lloj bote e cila duket mbi tokë edhe nën tokë, duket gati një koncept në ujor, një flower power, i fuqisë që ka lulja në formën metaforike, por edhe në atë mund të themi dhe politike, ndërsa veprat e mia vijnë pak a shumë si një kontekst i një lloj antropologjie njerëzore, një situatë të një lloj dialogu ekzistencial që ka familje, që ka njeriu, që ka qenia humane, dhe gjitha bashkë krijojnë një lloj sintonie, përveç kontrasteve të tyre vizuale, por një lloj sintonie si një lloj mesazhi për publikun e Tuzit dhe për te. Jemi përpjekur dhe munduar shumë që në hapësirën e juaj, e cila është një hapësirë atraktive, të integrojmë këto vepra jo vetëm thjesht si imazhe
artistike, po edhe si forma ku vepra e artit edhe hapësira krijojnë një situatë një ngjarje. Jam i gëzuar që jemi këtu, edhe shpresoj që ky bashkëpunim të vazhdojë edhe më shumë. E gjithashtu përshëndes dhe falenderoj shumë stafin e Qendrës Kulturore Informative Majtësia, sepse nga dishmëria juaj të pjekja juaj për cilë jo vetëm veprat tona, por në tërësi sot në këtë lloj, më themi, kulture agresive që ndodh nëpërmjet postmodernizmit, është një përpjekje serioze dhe një përpjekje e rëndësishme që ne të dialogojmë nëpërmjet artit dhe nëpërmjet një lloj gjuhe të re në një farë mënyre. Së dyti doja të falenderoja të ftuarit, po sidomos të ftuarit nga Universiteti i Arteve, Ari Aleksin, pedagogu të arteve, dhe Ardia Befu, skulptorin i cili tashmë nuk ka nevojë për shumë informacion, sepse është pjesë e Tuzit, si shumë artistë të tjerë, dhe mbi të gjitha do thoja që Tuzi për ne nuk është një stacion i radhës, por është një stacion i rëndësishëm, sepse unë kam vizituar gjithashtu edhe shtëpinë, apo studion, apo atë pjesë të rëndësishme të Gjelosh Gjokës, pra është një burim, frymëzimi, përse i përket historisë së artit dhe kulturës dhe identitetit tonë të përbashkët. Ju falenderoj gjithëve. Faleminderit të nderuar, dhe gjithashtu para se të jap fjalën drejtorit që është shpalltar për ekspozitën, do të ftoj edhe artistët tjerë për një fjalë ndër faleminderit. Mirëmbrëma të gjithë pjesëmarrësve, ju falenderoj që keni ardhur. Unë thjesht ju falenderim të bëj Qendrës Majtësia, drejtorit të qendrës, Borës dhe të gjithë stafit drejtues. Faleminderit edhe një herë për këtë bashkëpunim. Përshëndetje të gjithëve, edhe ju falenderoj për mikpritjen. Bashkëpunimi ka qenë një jashtëzakonshëm. Për mua personalisht ishte hera e parë që vija në Tuzë, dhe është një kënaqësi që marr pjesë në këtë aktivitet. Doja të falenderoj edhe unë gjithashtu që mos zgjatëm shumë stafin, gjithë stafin e qeverisë, fillimisht drejtuesit, pastaj veçanërisht borën me dashamirësinë e mikpritjes edhe gjendjen pranë. Sigurisht edhe tonë me vullnetin e tij të mirë për realizimin e gjithçkaje që ne shikojmë në këtë rrotull. Ju falenderoj të gjithë për mirëseardhjen. Ndërsa tani, këtë drejtorin e Qendrës Kulturore Informative Majtësia, zotin Vasil Berisha, të na drejtojë me disa fjalë të shpallë të hapur këtë ekspozitë. Drejtor, fjala për ju. Nuk është për të folur pas profesorëve të nderuarve që në shkollën të fushës, ndërsa unë jam i letërsisë, por aty afër për larg nga profesorët, sepse profesionet janë ato që në veçojnë. Të nderuar vizitor, dashamirëtarë pa morë në mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Kemi kënaqësinë t'ju mirëpresim me hapësirën e Qendrës Kulturore Informative Majtësia, e cila sot është mbushur me vepra artistike të krijuesve të shquar nga Tirana, të titulluara Territoret e Munguara. Jemi krenar që qendra jonë kulturore në Tuzë po shndërrohet gjithnjë më shumë në një vatër arte, ku mi presim artistë me të gjitha trojet shqiptare nga rajoni edhe më gjerë. Profesorët e nderuar, Alketa Likaj, Ardian Kapo, dhe Ardian Isufi, me stilin dhe qasën e tyre unike, kërkojnë, ashtu si shumë artistë para tyre, t'u japin përgjigje pyetjeve universale që prej kohësh trazojnë mendjen njerëzore. Të gjithë e dini që arti nuk është e vërtetë. Arti është një gënjeshtër që na ndihmon të realizojmë të vërtetën, se paku të vërtetën që na është të dhënë të kuptojmë. Me këto fjalë të Pablo Picassos, mund të përshkruajmë më së miri përpjekjen e këtyre artistëve të nderuar, krijues dhe pedagog universitar, të cilët përmes teknikave dhe shprehjes së tyre të veçantë sjellin një vizion të ri mbi botën, kohën dhe hapësirën.
zonja dhe zotrin, sonte keni mundësinë të përjetoni fuqinë magjike të ndërthurjes së tri energjive krijuese, të cilet përmes veprave të tyre sfidojnë kufijtë e hapësirës dhe kohës, por edhe brenda nesh. I frymëzuar nga kjo krijimtari dhe mesazhet që përcjellen këto vepra të mrekullueshme artistike, e shpall të hapur këtë ekspozit. Ju falenderoj. Faleminderit drejtor. Dhe tani dua t'ju njoftoj se ekspozita do të jetë e hapur nga sot deri në 7 prill, nga e hëna në të premte, duke filluar nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 19. Tani, duke i shquar këtë ekspozit, ju ftoj në një koktejl këtu të përgatitur në hollin e qetrës. Faleminderit dhe natën e mirë dhe miru takofshin në evenimentet tjera.